Sfida e mosreagimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka sjellë një nga momentet më të veçanta të sezonit, me hyrjen e papritur të Landi Hysit, antari i grupit të njohur muzikor West Side Family dhe mik i ngushtë i Mirit. Kjo vizitë u organizua si pjesë e sfidës, ku banorët duhet të qëndrojnë të qetë dhe të mos reagojnë ndaj çdo situate që ndodh përreth tyre. Sa po hyri, Landi shkoi direkt tek Miri për t'i dhënë mbështetje dhe kurajo, duke i dhënë një mesazh të qartë: mos hiq dorë, dy duar janë vetëm për një kokë, jepi fort. Ai gjithashtu e këshilloi Mirin që të mos i pëlqej asgjë tek asnjë vajzë brenda shtëpisë, duke mbajtur fokusin te qëndrimi dhe strategjia e tij në lojë. Por vizita e Landit nuk u limitua vetëm tek Miri, ai u kthye edhe tek Selin me një shaka të drejtë për drejtë: se kisha ditë që me ty do flija, çatër si kam që të kam komshie, duke shkaktuar të qeshura mes banorëve. Selin nuk ja la mangët dhe u përgjigj me një shprehje: o zot, të nxjerrja gjeti kapakun. Se si do të vazhdoj të jetë marrëdhënia mes Mirit dhe Selin, kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.